Transfer Market, që merret me vlerësimin e lojtarëve në tregun e futbollistëve, ka publikuar disa vlera të reja. Çfarë bie në sy është se ndër lojtarët e përfaqësueses shqiptare është Anis Mehmeti, ai që ka pësuar një rritje me 2 milion euro në vlerën e kartonit, duke shkuar nga 7 në 9 milion euro. Kjo vjen edhe fal performancave tepër të mira që Mehmeti po dhuron në kategorinë e dytë angleze me Bristol Cityn, ku është një golashënues i rregullt, edhe pse Silvinho nuk e ka konsideruar atë për listën e tetorit për ndeshjet e Shqipërisë ndaj Serbisë dhe Jordanisë. Rritja të kartonit ka pësuar edhe Mirlin Daku, ndërkohë që tashmë mban vlerën 10 milion euro. Më lart qëndron vetëm Kristian Aslani me 13 milion dhe Armando Broja me 12 milion euro. Lista vijon me lojtarë të tjerë që nuk janë në dispozicion të kombëtares për sfidat e tetorit. Ernest Muçi, i cili u transferua te Trabzonspor këtë verë, vlerësohet në 9 milion euro. Ndërkohë, mbrojtësi i Majorkës, Marash Kumbulla, kap vlerën e 7.5 milion eurove, por do të mungojë në kombëtare për shkak dëmtimi. Top 10 e kombëtares mbyllet me kapitenin Berat Gjimshiti, Ardian Ismailin dhe Mariam Mitejn, por edhe Kristian Shpendin. Këta dy të fundit kanë vlerat respektive 5.5 milion euro.